Kanë mjaftuar vetëm disa minuta që puna dhe investimet e një viti të kryera në bujqësi nga banorët e komunës Pojan të shkojnë dëm nga breshëri. Rrebeshi i rënë në formë breshëri ka dëmtuar të gjitha prodhimet bujqësore, si grurin, misrin, patatet, fasulen, mollën, kumbullën e qershin, të cilat aktualisht ndodhen në periudhën e vjeljes. Banorët shprehen se një breshër i tillë nuk ishte parë prej dekadash në komunën e tyre, ndërkohë që kërkojnë ndihmën e shtetit për vlerësimin e dëmit, pasi këtë vit ata mbeten praktikisht pa bukë. Na bëri shumë dëme si në pemtari, në grurë, në vreshtari, në gjitha prodhimet bujqësore. Kishte madhësi e madhe, lajthia ishte në zonën ku po flasim bashkën e këtu, që sa një kokë lajthie dhe zona gjysma e fshatit Pojan në Shingjeq dhe në Bregas Korritë që quhet. Korritë, atje ishte gati sa një vezë. Raja u bë një stuhi shumë e fortë të mërshme, me breshër e cili vajt në një mundet vajt deri në 20 cm. Ishte aq i fuqishëm sa nuk la pemë, grurë, fasule, patate, pothuajse të gjitha bimët bujqësore ishe shovi. Dëmtimin më të madh në këtë zonë ka marrë kultura e grurit, e cila është në periudhën e korrjes, duke i shkaktuar fermerëve dëme kolosale. Asnjëra gruri s'është i zënësueshëm. As ato nuk janë të zënësueshme, sepse po kalon afati tyre. Në grur bëhet mbi 30, po të flas vetëm për pjesën time, flas mbi 35 hektar. Kjo nuk është hera e parë që prodhimet bujqësore të fermerëve të rajonit të Korçës të dëmtohen nga breshëri. Vetëm një vit më parë, breshëri shkatërroi prodhimet e fermerëve të komunës Miras. Qeveria dhe Ministria e Bujqësisë premtuan dëm shpërblim, të cilin sikurse pohojnë edhe vetë banorët nuk e kanë marrë ende. Ndërkohë nga ana e Drejtorisë së Bujqësisë Korçë ka nisur puna për ngritjen e një grupi për vlerësimin e dëmeve në terren.